është pyetje që do t'i bëjmë vazhdim. Dua përgjigje të shpejta, të mprehta, pa diplomaci, dhe natyrisht me mundësi replike ndaj njëri tjetrit. E nisim me Matoshin. Matoshi, kush e fitoi këtë debat? Debati ka qenë i balancu, muj me thonë, në mjetë katërve, dhe në këtë debat balancu në politik nuk mund të ketë fitus klasik, por unë mendoj që si opozit, Vlora Qitoku ka qenë nishi, si të bomit opozit. E dyta, argumentus me fakte të cilat pëthuj se jonë haru, ose kishin haru, ose qëllir që më haruen, ishte Besnik Tahiri. Ndërka që luta, si gjithmonë, institucionalist par excellence dhe i përgjegjshëm. Glauku mos me qenë peng i vokabularit, i fjallorit politik të vetëvendosjes dhe i disa veprimeve antikushtetuese dhe anti-shtet, Glauku njusa, domethënë, është i pëlqyeshëm që tjetë domethënë në kuvanin e Kosovës, ndoshta edhe që tjetë në kryet shtetit Kosovës pa diskutim. Por Glauku